Të nderuar qytetar, të nderuar banor të Reçicës së Madhe, ne po vazhdojmë me kampanjën tonë edhe në raundin e dytë, me entuziazëm edhe më të fortë, me bindjen edhe më të thellë se fitoria në raundin e dytë do të dyfishohet. Ne jemi të përcaktuar për atë targetin që unë shpesh e kam përsërit me 10.000 vota diferencë, dhe siç e shihni ju që ne jemi konsistent në atë diskursin edhe promovimin e platformës tonë. I kemi bërë ftesë vazhdimisht edhe palës tjetër që të reflektoj gjatë kampanjës, duke e kuptuar se këto janë zgjedhje lokale, nuk janë zgjedhje nacionale, të promovojnë programën e vet, platformën e vet, kandidatën e vet. Dhe ato gjatë gjithë pjesës parë apo raundit parë u morën me shpifje duke ndes folklorin nacionalist, dhe tani kur e panë se qytetarët nuk e hanë atë folklor, nuk i hanë ato gënjeshtra, nuk i përbin ato shpifje dhe trillimi që i bën kundrejt neve, po ashtu duke e pa rezultatin e humbjes, gjithandej ku ne kemi fituar në gjitha komunat shqiptare, dhe me thonë, rezultati është 11-1, tani po mundohen nëpërmjet këtine shpifjeve duke ju vardis edhe palve të tjera, herë Levicës, herë Znamit, herë nuk e di kuj, ashtu si ju kemi thënë se kanë një politik hipokrite, kur ju duhet flamuri, nxjerrin flamurin, kur s'ju duhet e fshefin ose e shtin në sirtar dhe ndërtojnë agjendat të gjelbërta, pastaj bëjnë front evropian dhe kur s'ju ndes asnjëna as tjetra, përsëri kthehen në retorikën nacionaliste. Ne kemi qenë konsistent dhe kemi thënë se këto zgjedhje janë zgjedhje lokale, zgjedhje administrative, zgjedhje për zgjidhjen e hallëve të qytetarëve, dhe jemi krenar që kemi bërë një fushat dinjitoze bashkë me kryetarin, bashkë me listën e këshilltarëve, dhe nuk ka të drejtë askush që t'ju besoj as rreneve, as trillimeve, as mashtrimeve. Kryetari ka punu për gjithë qytetarët njësoj, duke mos me nda as me skalper, as në vija etnike, as në vija nacionale, as në vija fetare, dhe me plot të drejtë ne kërkojmë votën edhe të shqiptarëve, edhe të qytetarëve, edhe të nacionaliteteve tjera, për një Tetov më të mirë, më të ndërtuar, të transformuar për të vazhduar hovin e zhvillimit, e investimeve, e projekteve dhe kështu me radhë. Çdo lloj insinuate tjetër nuk do të ketë sukses, andaj ju ftoj që edhe më fuqishëm të angazhoj, të arritin thellësinë e fitores. Nuk ka kush që e ndal vullnetin e popullit, këtë vrull kaq të madh në mbështetje të kryetarit edhe të listës për këshilltar, kështu që as mos e vinin pikë fitoren e Bilalit. Edhe një rast duhet të ndaj me ju. BDI nuk ka mundësi të kthehet në qeveri, është punë e krime, ato janë listat e zeza, janë non grata, janë në listat e zeza amerikane, dhe kapitulli BDI-s është mbyllur një herë për gjithmonë. BDI duhet të reformohet, dhe pasi të reformohet, duhet të garoj në zgjedhjet e ardhshme, po që se fiton, mund të kthehet në qeveri. Po, në kësaj rrethana ato janë në shpërbërje, janë në dezorganizim total, koalicioni Aki është i shpërbëm, nuk funksionon, në çdo parti të koalicionit ka desorganizim, ka përplasje, për rezultatin e dobët, Vleni është unik, jemi një, jemi të bashkuar, aktivistët janë gjithkund motivuar, dhe me nxjerr presën ditën e diell që t'i nxjerrim gjithë antarësinë tonë, po edhe shumë nga antarët e BDI-s që i kishin mbashtruar se po fitojnë, tani janë duke ardhur te ne për të mbështet kryetarin Bilal Kasami, për të mbështet opsionin e Vlenit, dhe t'jeni shumë të sigurt që me dinëntor fitoria do jetë shumë e thellë. Andaj ju ftoj edhe juve në Reçicë të Madhe, t'i ftoni gjithë antarësinë të gjitha palëve për ta bërë fitoren edhe këtu. Dhe me këtë atmosferë që shoh, as që dyshoj që edhe këtu do kemi fitore. Ju falenderoj.